Gjithë e dim që çmimi i derivateve sot është jashtëzakonisht i lartë. Flet për një dështim të institucionit. Çmimet janë rrit parasyshëm, edhe pse çmimi i hyrjes ka qenë po i njëjti. Disa shtete në rajon kanë marrë masa në heqjen e akcizës dhe të TVSH-s për t'ju lejuar qytetarëve ose t'ju ofruar një komoditet. Të njëjtat kërkesa edhe ne si Lidhje Demokratike i kemi parashtruar tek qeveria, por po e shihni që ka neglizhencë dhe ka vonesa të tilla që me një formë apo tjetër shkojnë në dëm të qytetarët e Kosovës. Kosova ka nevojë për fuqizim të institucioneve për mbikëqyrjen e tregut, përfshirë edhe autoritetin e konkurrencës, edhe inspektoratet e gjithë trupa tjerë, në mënyrë që mos lejohet asnjë formë e abuzimit me çmime në treg. Shteti ka dështuar në çdo aspekt, jo vetëm në këtë aspekt, domethënë te ato çmimet me i kontrollu apo me gjeti farforme, mos me i lënë me ndryshu fallc. Këtë situatë kem në krejt sektoret e funksionimit shtetit, domethënë ky shtet me këtë lloj qeverisje ka dështuar. Shënjestër.net